Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Sa orë gjumë duhet të flenë të moshuarit, e vërteta që duhet të dini. Gjumi është thelbësor për mirëqenien fizike, por edhe për shëndetin mendor. Ekspertët thonë se njeriu ka nevojë mesatarisht për 7 deri në 9 orë gjumë, por ka të tjerë që besojnë se orët e gjumit të nevojshme për njeriun duhet të llogariten në bazë të moshës së tij. Në kohët e fundit, teknologjia moderne është transformuar në një prej shkaktarëve kryesorë të lidhjes fizike dhe asaj mendore. Përdorimi i pajisjeve teknologjike pengon trurin të çlirojë melatonin, hormoni që na vjen në gjumë. Kjo pengesë ndodh për shkak të ndriçimit blu të këtyre pajisjeve, ndërkohë që truri e prodhon këtë hormon në errësirë. Ka njerëz të cilët janë të mendimit se 5 orë gjumë janë të mjaftueshme për shëndetin. Megjithatë, ekspertët nënvizojnë se pasojat e sasive të kufizuara të orareve të gjumit janë të rënda për shëndetin, sidomos për zemrën. Përpos të tjerave, njerëzit që flenë më pak se 7 orë janë më të prirur të shtojnë në peshë dhe të vuajnë nga diabeti. Një ekip ekspertësh të Universitetit të Harvardit ka listuar orët e nevojshme të gjumit sipas saj çdo moshe. Sipas të dhënave të ekspertëve të Harvardit, të sapo lindurit nga 0 deri në 3 muaj duhet të flenë nga 14 deri në 17 orë gjumë në ditë. Foshnjat nga 4 deri në 11 muaj duhet të flenë nga 12 deri në 15 orë gjumë. Fëmijët nga 3 deri në 5 vjeç duhet të flenë nga 10 deri në 13 orë gjumë në ditë. Fëmijët nga 6 deri në 13 vjeç duhet të flenë nga 9 deri në 11 orë gjumë në ditë. Adoleshentët nga 14 deri në 17 vjeç duhet të flenë nga 8 deri në 10 orë gjumë. Të rinjt nga 18 në 25 vjeç duhet të kenë një orar gjumi më të mirë. Gjithashtu edhe të rriturit mbi 64 vjeç duhet të flenë nga 7 deri në 9 orë gjumë. Të moshuarit mbi 65 vjeç duhet të flenë nga 7 deri në 8 orë gjumë të pandërprera çdo mbrëmje, në mënyrë që të marrin të gjitha lehtësimet që gjumi ofron. Ullumtimet kanë zbuluar se rreth 7 ose 8 orë gjumë është pushimi ideal i natës. 7 orë gjumë u zbulua gjithashtu se lidhet me një shëndet më të mirë mendor. Njerëzit që përjetojnë më shumë simptoma ankthi dhe depresioni dhe mirëqenie të përgjithshme më të keqe, raportonin se flinin në periudha më të gjata ose shumë më të shkurta. Arsyet pse njerëzit e moshuar kanë gjumë më të dobët duhet të jetë komplekse. Studimet kanë zbuluar se të moshuarit që kanë vështirësi të konsiderueshme për të fjetur dhe që përjetojnë zgjime të shpeshta gjatë natës janë në rrezik të lartë për zhvillimin e demencës ose vdekjes së hershme nga ndonjë shkak. Gjumi më pak se 6 orë në natë është i lidhur me sëmundjet kardiovaskulare. Gjumi shumë i pakët shoqërohet gjithashtu me grumbullimin e amiloidit, një proteinë kyçe që mund të shkaktojë ngatrime në tru dhe të karakterizojë në forma të demencës. Çrregullimet e gjumit janë mjaft të zakonshme të moshuarit, duke rezultuar edhe në pak orë gjumi dhe duke mos plotësuar nevojat e tyre. Kjo mund të jetë shkak për arsye të tilla si medikamentet, probleme shëndetësore, çrregullimet themelore të gjumit. Gjumi i dobët mund të jetë i pararendës i problemeve serioze shëndetësore si rritja e rrezikut të obezitetit, sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit. Megjithse, modelet e gjumit ndryshojnë ndërsa njerëzit plaken, gjumi i shëndetshëm dhe zgjimi i lodhur nuk janë pjesë e plakjes normale. Të moshuarit mund të kenë probleme për të fjetur, flenë më pak orë, zgjohen shpesh gjatë natës ose herët në mëngjes, bëjnë gjumë më pak cilësor. Kjo mund të çojë në shqetësime shëndetësore si rritja e rrezikut të rënies dhe lodhje gjatë ditës. Rreth 50% e njerëzve mbi 55 vjeç kanë vështirësi për të fjetur dhe për të mbajtur një pushim të mirë gjatë natës. Shumica e studimeve arrin në përfundimin se terapia njohëse e sjelljes për pagjumsinë e papritur ose kronike është e preferueshme sesa medikamentet, të cilat mund të kenë efekte anësore të padëshiruara si të përzierat. Flisni me një mjek nëse keni probleme me gjumin. Ju mund të shikoni përfitimet nga ndryshimet e stilit jetesës ose mjekimi në varësi të shkakut. Por çfarë i shkakton çrregullimet e gjumit të moshuarit? Një çrregullim primar i gjumit do të thotë se nuk ka ndonjë shkak tjetër mjekësor ose psikiatrik.
Individët e të gjitha moshave mund të preken nga çrregullimet e gjumit duke përfshirë edhe të rriturit. Pagjumësia është një nga ankesat më të zakonshme mjekësore, veçanërisht te të rriturit. Shpesh bashkëjetojnë me çrregullime mjekësore, psikiatrike të gjumit ose neurologjike. Sipas ullumtimit, pagjumësia mund të lidhet gjithashtu me stresin, medikamentet, zakonet e këqija të gjumit ose ndryshime në mjediset e gjumit. Një studim i lidhur me problemet e gjumit tek singaporianët e moshuar raportoi se ato që kishin probleme me gjumin kishin më shumë gjatë sa të kishin kushte ekzistuese dhe të ishin më pak aktiv fizikisht. Kushtet shëndetësore që mund të shkaktojnë probleme me gjumin sipas Brightside përfshin: sëmundjen e Parkinsonit. Ky është një çrregullim neurodegenerativ ku sa shpesh ndodh ose incidenca rritet me moshën. Deri në 40% e njerëzve me sëmundje të Parkinsonit kanë apnea obstruktive të gjumit. Sëmundja e Alzheimerit. Alzheimeri mund të shkaktojë përgjumje gjatë ditës dhe vështirësi për të qëndruar në gjumë gjatë natës. Dhimbje kronike si dhe dhimbje të artritit. Sëmundjet kardiovaskulare. Një studim tregoi se 39% e njerëzve me sëmundje kardiovaskulare flinin rregullisht më pak se 6.5 orë, duke rezultuar në një rrezik të rritjes së humbjes së jetës. Kushtet neurologjike gjithashtu mund të jenë faktor rreziku. Shembujt përfshin sklerozën e shumëfishtë dhe dëmtimin traumatik të trurit. Gjendja gastrointestinale gjithashtu mund të jetë një arsye. Sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe sindroma e zorrës së irrituar janë shembuj të kushteve gastrointestinale. Gjendjet e muskujve ose të frymëmarrjes të mushkërive të vështira gjithashtu mund të jenë arsye. Shembuj të këtyre kushteve përfshin sëmundjet pulmonare obstruktive kronike dhe astmën. Këto kushte mund të rrisin rrezikun e apnes obstruktive të gjumit. Kontrolli i dobët i fshikëzës. Medikamentet gjithashtu mund të ndikojnë në cilësinë e dobët të gjumit. Shumë të moshuar janë duke marrë medikamente që mund të prishin gjumin. Kjo mund të përfshijë diuretik për presionin e lartë të gjakut ose glaukomën. Gjithashtu edhe anti-alergjik të thithur për COPD, barna antidepresive për presionin e lartë të gjakut, gjithashtu edhe barna për artritin reumatoid dhe lupusin, ilaçet kundër depresionit dhe ilaçet kundër ankthit, gjithashtu edhe ilaçet për alergjinë. Prandaj në këto raste, bëni mirë të konsultoheni me një mjek nëse medikamentet që po merrni shkaktojnë pagjumësi. Kafeina, alkooli dhe duhani mund të kontribuojnë gjithashtu në problemet e gjumit. Kafeina stimuluese mund të zvogëlojë kohën e gjumit duke shkaktuar një vonesë të ritmit kardiak në trup. Alkooli mund të rrisë rrezikun për apne të gjumit me 25%. Ullumtimet tregojnë se nikotina prish ritmin kardiak duke shkaktuar më shumë përgjumje gjatë ditës dhe më pak kohë gjumi, duke përfshirë këtu edhe më pak gjumë REM. Për të moshuarit, rekomandohet që fillimisht të përdorin trajtime jo farmaceutike si terapia konjektive e sjelljes për pagjumësinë e papritur dhe kronike. Kjo është për shkak se të moshuarit tashmë mund të marrin medikamente të shumta. Çrregullimet e vazhdueshme të gjumit mund të çojnë në shqetësime më të mëdha si depresion dhe rreziku i rënjes. Nëse cilësia e gjumit është çështje kryesore, terapitë e sjelljes së njohjes mund të jenë më të dobishme veçanërisht për pagjumësinë. Kjo nënkupton zhvillimin e zakoneve të mira të gjumit përmes edukimit të gjumit, kontrollit të stimulit dhe kufizimit të kohës në shtrat. Ndryshimet mund të zgjasin deri në 6 javë ose më shumë. Nëse terapitë konjuktive të sjelljes nuk funksionojnë për pagjumësinë, mjeku mund të përshkruajë ilaçe ose trajtime të tjera, por mjekimi i gjumit nuk është një zgjidhje afatgjatë. Menaxhimi i zakoneve të gjumit mund të jenë mënyra efektive më e mirë për të pasur një gjumë cilësor dhe të pandërprer, sidomos tek moshat e thyera. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.